Prandaj është model edhe për burrat, por është edhe për gratë. Por ndoshta model më i veçantë është për nënat. Rastin e nënës Musait nuk është se kanë model vetëm gratë, po model kanë të gjithë çdo besimtar. Sepse besimi i saj, qetësia e saj, mbështetja tek Zoti dhe këto të gjitha janë tregues që ajo kishte një prapavi besimi, kishte një përgatitje të madhe shpirtërore se Zoti këtyre njerëzve ju kërkon që të bëjnë zbatime të urdhrave të tillë. Pra ajo ka qenë në atë nivel besimi, në atë nivel mbështetje, në atë nivel marrëdhënies të forta dhe të qetësuara me krijuesin e saj, saqë mund të bëjë një veprim të tillë. Prandaj është model edhe për burrat, por është edhe për gratë. Por ndoshta model më i veçantë është për nënat. Model më i veçantë është për nënat sepse e përmenda unë disa herë, ndoshta e kam përmendur që ajo që jep nëna me edukimin e saj, me gjirin e saj, me ato ninullat e saj, me këngët, me leximin e surave të Kuranit apo të fjalëve të bukura, faktikisht është edhe shkencërisht është provuar. Ato të gjitha instalohen në mendjen e atij fëmije, madje siç është edhe që kur e ka fëmijën në barkun e saj. Fëmia i merr të gjitha sinjalet nga emocioni, nga vetbesimi, nga kurajoja, nga gjendja emocionale. Të gjitha ndikohet fëmia nga të gjitha gjendjet, sepse faktikisht nuk është shumë larg mendjes, ajo është në trupin e asaj nënde. Dhe çfarëdo që ndodh tek edhe fizikisht në trupin e nënës, fëmia e merr, reagon, po çfarëdo që ndodh edhe shpirtërisht dhe emocionalisht po ashtu fëmia ndikohet. Prandaj është nëna e Musait alayhis salam është model sidomos për gratë, sidomos për nënat se çfarë rrisin.